Erdh një njeri të një person i ort, një njeri i mençur, dhe po jankohet për brengat e shumta, për ngushtimin e gjohësit të tij. Po i thot: o zotëri, me të vërtet ankthi, frika ma kanë pushtu mendjen dhe zemrën. Frika për ardhmërinë, nuk mundem me gjetë qetësi. Njeriu i ort po e sjell tash një shembull praktik, po e bën një eksperiment praktik, po don m'ja demonstru në mënyrë të qartë që ta shohë vetë. Dhe më pëlqej ky shembull. I thot: sjellma një filxhan dhe qiti çaj pak, do thon çaj të koncentruar. Edhe po ja sjell atë filxhan këtij personit të ort, edhe po merr, po i qet ujë, po e mush me ujë atë filxhan me çaj që të koncentruar. Edhe çka po ndodh, po fillon çaji me u zbeh, se kur përzihet me ujë natyrisht, ai zbehet edhe uji po e mposht, po e mbizotron çajin dhe e koncentruar, derisa e mushi filxhanin plot. E atëherë po e pyet: çfarë po bën? Tha: uji e mposhti, e mbizotroi çajin, u zbeh çaji shumë. Ndërsa ky njeri i ort duke buzëqeshur po i thot kështu: ky filxhan i ngjan zemrës tënde, ndërsa çaji i koncentruar i ngjan ankthit, frikës tënde për jetën që ki, për ardhmërinë që ki. Ndërsa uji simbolizon besimin në Allahun Azza wa Jall, të qenit i kënaqur me atë që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Dhe vazhdon i thot: nëse zemra yte mbushet me besim në Allahun Azza wa Jall, me kënaqësinë për atë që ta ka caktuar Allahu Azza wa Jall, apo me atë që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, dhe me mbështetjen ndaj tij, kjo i mposht brengat dhe ankthin, ashtu qysh e mposhti uji, apo qysh e mbizotroi uji atë çajin e koncentruar. Sepse çaji i koncentruar është ankthi, është frika jote, është pikëllimi yt. Dhe vazhdoi, tha: nëse zemra yte mbushet me besim në Allahun Azza wa Jall, me mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, me të qenit i kënaqur me atë që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, atëherë këto kuptime të pastra i mposhtin brengat, ankthin, frikën tënde. Sikur se qysh e mposhti uji i pastër çajin e koncentruar. Dhe në fund i tha: brenga yte, len ndoshta pak gjuhën, por se kur e mbush zemrën me besim në Allahun Azza wa Jall, kur e forcon me bindje në Allahun Azza wa Jall, atëherë ato dobësohen. Dhe me të vërtet kështu është ai i cili nuk e mbush zemrën e tij me besim në Allahun Azza wa Jall, që nuk i mbështetet Allahut, që ja kthen shpinën udhëzimit të Allahut, ka me pas jetën me brenga, me ankth, me frikë, me probleme. Sepse Allahu Azza wa Jall çka tha: wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Me të vërtet ai, shiko, wa man a'rada, kush u largohet, kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, përmendjes sime, librit tim, an dhikri, këto është për qëllim libri, udhëzimi i Allahut Azza wa Jall, fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai ka me pas një jetë të ngushtë. E jetë e ngushtë çka është? Është jetë me probleme, është jetë me ankth, me frikë, me derte. E Allahu Azza wa Jall ka premtu, edhe kur premton Allahu Azza wa Jall, ajo ashtu realizohet. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ai cili ndjek, pason udhëzimin tim, ai nuk ka me qeni humbur, nuk ka me deviju dhe nuk ka me qeni dëshpëruar. Nuk ka me qeni dëshpëruar, është garanci prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë po ashtu Allahu Azza wa Jalla ka potencu shumë qartë: men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kush vepron mirë, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, kjo është një kusht vendimtar, besimtar në Allahun Azza wa Jall, duke pas besimin në Allahun, imanin në Allahun Jalla Jalalu, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Na kena me i dhon atij një jetë të mirë, ka thonë Allahu Azza wa Jall. Çka do të thonë një jetë mirë? Do të thonë që nuk kemi pas prova, musibete, e kështu me radhë, fatkeqësi, sepse këto i ndodhin edhe besimtarëve edhe jo besimtarëve. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Ju nëse keni dhimbje, edhe ata
Jo besimtarët kanë dhimbje ashtu që keni ju dhimbje, por se dallimi është se ju shpresoni tek Allahu Azza wa Jalla diçka që ata nuk e shpresojnë. E kjo është ajo jeta e mirë, që ajo jeta e mirë që edhe kur ki sprova e din se jam prej Allahut Azza wa Jalla, se kemë u shpërblyt tek Allahu subhanahu wa taala, je i kënaqur me atë që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe kështu të lehtësohen edhe sprovat në këtë botë. Prandaj ajo është jetë e mirë. Kur bekatosh me të mira, falenderon Allahun subhanahu wa taala. Kur sprovohesh, atëherë bën sabër edhe këtu e shpreson në shpërblim, edhe ki shpërblim, edhe kjo është e mirë për ty. Prandaj faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ai i cili ndjek udhëzimin tim nuk ka me qenë i humbur e as i dëshpëruar. Kështu që mbushe zemrën me iman, zemra e mbushur me iman, me mbështetjen e Allahut Azza wa Jall dhe me të qenit i kënaqur me kënaqësinë në atë që ta ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Kjo t'i lehtëson brendat, ta lehtëson anktin, frikën për të ardhmen. Prandaj edhe shembulli që kishte sjell ky njeri i ort ishte shumë i përshtatshëm, shumë goditës edhe shumë i saktë, sepse e lehtëson, e hollon çajin, e zbeh gjyrën e çajit, e bën më të lehtë, më të pranuar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح